Një grup kriminal që trafikonte dhe shiste armë zjarri nga Kosova në Shqipëri është goditur nga policia pas një hetimi 2 mujor me metoda proaktive. Operacioni koduar Lockdown u finalizua nga Komisariati i Policisë nr. 3 në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës, duke çuar në arrestimin e 4 shtetasëve të dyshuar si pjesë e rrjetit kriminal. Në pranga kanë rënë shtetasit Gloris Nezaj 39 vjeç, Rezardo Rumi 48 vjeç, Kelvin Caushi 49 vjeç dhe Ardian Caushi 45 vjeç. Të gjithë banues në Tiranë. Sipas hetimeve, grupi siguronte armë zjarri kryesisht nga Kosova, e më pas i sillnin në Tiranë ku modifikoheshin, montoheshin dhe magazinoheshin në një ambient të posaçëm në zonën e Selitës për t'i shitur më pas në tregun e zi. Gjatë kontrolleve në ambientin e përshtatur dhe në banesat e të arrestuarve, policia ka sekuestruar 8 armë zjarri, mes tyre 5 pistoleta dhe 3 automatik, një armë gjahu dhe pjesë të ndryshme armësh. Materialet e sekuestruara dyshohet se përdoreshin për veprimtari kriminale dhe për shmangjen e kontrollit nga forcat e rendit. Prokuroria po vijon hetimet pasi dyshohet se ka persona të tjerë të përfshirë në këtë rrjet të trafikut të armëve.